Nuk e di se sa po e ndiqni fushatën elektorale në Shqipëri, po besoj që po e ndiqni, sepse tashmë votohet edhe nga Shqipëria, po edhe nga diaspora, pra mund votojë çdo shqiptar kudo që ndodhet. Dhe një nga premtimet më të bujshme, le të themi, të kryeministrit është pikërisht kjo që thot në 2029 apo 30-ën pasaportën shqiptare do ta kthejmë në pasaportë europiane. Tani ndoshta ne edhe mund ta besojmë se ne që rrim në Shqipëri këtu hajde më besojmë ne të shkretët se çfarë s'kemi besuar deri tash, po nuk e di ata emigrantë që jetojnë jashtë, që jetojnë nëpër vendet Bashkimit Evropian, a e besojnë këtë premtim? A e besojnë se kjo pasaportë për 3-4 vjet ose për 4-5 vjet do kthehet nga kështu në kështu? A e meritojmë ne si vend këtë gjë? A shikojnë ata një ndryshim kaq thelbësor sa të meritojmë kthimin e një pasaporte nga shqiptare në pasaportë europiane? Unë nuk e di, domethënë, po të pres përgjigje nga ju që jetoni në Europë, se ndoshta neve edhe na janë mbyll sytë dhe nuk shohim dhe aq mirë. Por mund duket pak e çuditshme që kryeministri e premton në këto momente, premton diçka që mund të ndodhë rreth 4 ose 5 vite më mbrapa, që do të thotë i duhet dhe i mandat tjetër. Pra nga 12 do të bëj 16 që të bëj këtë. Nuk e di a t'i besojmë kësaj gjës. Nuk e di a e meritojmë një herë dhe nuk e di a i plotësojmë kushtet për të kthyer nga kështu në kështu. Nuk e di. Më jepni ju mendimin tuaj, sidomos ju që jetoni jashtë Shqipërisë.